banorët e Mekës e vlerësuan shumë gjyshin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pasi e hapi këtë pus dhe pasi u bë e mundur që të pihet uji i saj, i jep një premtim Allahut të lartësuar. Dhe i thot: o Zot, nëse mi jep 10 djem, dhe kryesisht burrat i duan shumë djem, se janë një krah i fortë, janë një mbështetje e fortë, dhe thot: unë t'jap besën se nëse më jep 10 djem, njërin prej tyre do ta bëj kurban për ty. Dikush mund thot: o ti na the që ky ishte i dhujtar, si i ka dhënë besën Allahut ky? A ishte i dhujtar, dhe i dhujtarët se adhurojnë Zotin. Është e saktë. I dhujtarët nuk e adhurojnë Zotin, por i dhujtarët e Mekës e dinin që Allahu ishte Zot krijues, por adhurimin ja bënin dikujt tjetër, idhujve të tyre. Dhe thonin: ne i mbajmë këto idhuj që të afrohemi më shumë tek Zoti, tek krijuesi jon. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an tregon fjalët e tyre dhe thot: wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Nëse ti do t'i pyetësh ata, kush ju krijoi ju? Kush e krijoi qiellin dhe tokën? La yaquluna Allah. Ata do thonë: Allahu na ka kriju. Edhe sot subhanallah, shumë njerëz që i thon vetes musliman e njohin Zotin si krijues. Kush të krijoi ty? Zoti. Po ty Zoti, po qiellin Zoti, po tokën Zoti. Po ti pse po adhuron dikë tjetër? Pse shkon në përteshje të ndryshme dhe i lutesh të vdekurit? Pse shkon filan vend, i quajtur vend i mirë? Ai Zot e di sa shejton ka në atë vend. Dhe shkon merr adhurime të ndryshme përpos Allahut subhanahu wa taala,